mes partisë dhe shtetit. Kjo është prova kryesore që Odir ja përplas narkosit në Surrat. Në këtë raport qartësohet se Partia Socialiste nga përdorimi i gjerë i organizuar dhe institucionalizuar i burimeve shtetërore ka shkatruar procesin. Nuk është asgjë më shumë thjesht shkelja më e rëndë e parimeve të OSBE-s dhe të dokumentit të Kopenhage. Në këtë dokument që OSBE ka damkosur për zgjedhjet, flitet për VKM, falje gjobash, në fakt mashtrime, sepse u vëdha VKM-ja për t'i falë në fund, ja u futi shqiptarëve prap, ja u mori gjobat, për VKM, për të dhënë bonus pensioni, VKM kanabisi, flitet për 4.522 aktivitete që KQZ-ja rastësisht si kishte parë, por vetëm 18 prej tyre i ndaloi. Për çfarë nuk flitet? Por a është kjo demokraci? A është kjo, pasi të lexosh raportin do thuash, a është kjo barazi në garë? Jo. E gjitha është abuzim i pushtetit, është rrëmbim i shtetit nga partia dhe nga kush? Nga narko partia. Raporti flet për 10 raste të blerjes votës, për 37 jetime të hapura, për çështje të ndryshme, flet për përdorim të krimit organizuar dhe karteleve në Elbasan, në Durrës, në Vorë dhe shumë në Fier dhe shumë qarqe tjera. Pra, Odiri e thot drejt për drejt se grupet kriminale kanë friksuar, kanë shpërndar para dhe mallra duke punuar për interesat kandidatëve të partisë së pushtetit. Pra ju këtu, thot Odiri, një pjesë e mirë jeni produkt i karteleve dhe i krimit organizuar, dhe jo produkt i votës së qytetarëve. Ne sot jemi në një realitet ku votuesit i tremben partisë pushtetit, i tremben krimit organizuar që punon për partinë e pushtetit. I kam parë me sytë e mi në Vorë, kur tentonin të kërcënonin dhe deputetin Albana Vokshi. E kanë parë të gjithë shqiptarët. Tash të ndalemi moment tek patronazhimi dhe presioni i administratës. Të dashur qytetarë që po na ndiqni. Raporti i OSBE-s është tërësisht i qartë. Punojësit e administratës u detyruan të marrin pjesë në tubime, në aktivitete zgjedhore, u detyruan të bënin numra në listat e patronazhimit. Pra patronazhim numerik 15 persona për çdo punonjës administrate. Dhe këtu u fut policia, shërbimi informativ, ushtria, gjykatat, prokuroria, të gjithë patronazhistë partije. Punësimet, tenderat, lejet e ndërtimit, ndihma ekonomike, të gjitha u përdorën si instrumenta të presionit politik të narkosit kundër qytetarëve dhe kundër zgjedhjeve. Ky është një sistem ku jeta e qytetarit, puna dhe mirëqenia e tij varen se sa është i bindur ai ndaj narkosit në pushtet dhe jo sa është i bindur ai ndaj ligjit dhe rregullave dhe kushtetutës së këtij vendi. E kjo pra është dramë e rëndë për një shoqëri. Po vetëm në një narkoshtet kjo aplikohet. Ky nuk është shtet demokratik. Pra shtet klientelist, shtet patronazhist, shtet partjak, narkoshtet. Odiri e cilëson këtë si një presion sistematik. Presion sistematik ndaj çdo punonjësi publik, ndaj çdo pacienti të smurë në spital, ndaj çdo familje që ka nevojë për diçka, ka nevojë për një leje ndërtimi, ka nevojë për një leje legalizimi, ka nevojë për të gëzuar pronën e vet. Aty është presioni. Aty ishte presioni edhe i shtetit, edhe i krimit. Pa të flasim pak për ditën e zgjedhjeve. Frikë, reprezalje totale, aktivist partjak brenda qendrave të votimit, cënim i fshehtësisë votës, thot raporti i OSBE Odirit, votim familjar, etj. Dhe këto nuk janë thjesht shifra, këto janë alarm. Këto janë tregues të një procesi totalisht të manipuluar, të kontrolluar nga narkosi në pushtet dhe të deformuar tërësisht. A mund të quhet votë e lirë kur pistoleta i qytetarit mas koke? A mund të quhet votë e lirë kur i thuhet që po qese s'voton dhe s'patronazhon, Mesa, Nipi, Kushiri, nesër të ikë nga puna?
ku i thuhet pensionistit që nesër ti nuk merr pension po që se nuk voton rilindjen? A mund t'i thuhet votë e lirë, kur ati fermeri i thuhet që nesër ti do falimentosh po që se nuk voton narkosin? Nuk po flasim për biznesin. Biznesin e keni detyruar të patronazhojnë në terrorin tuaj. A mund të quhen këto pra zgjedhjet lira dhe të ndeshme? Jo. Kurrën e kurrës nuk rritet për zgjedhjet lira dhe të ndeshme. Zgjedhjet dhe dita e votimit ishte e gjitha në dorë të partisë së narkosit. AMA, RTS, të gjitha në funksion të partisë, të gjitha nën kontroll politik. 4 televizionet pro-qeveritare i shndruat ju, thot raporti i OSB Odirit në TV Vali Karlon. Kështu i keni shndruar. 87% e audiencës, vetëm për ju. Megafonët tuaj i shndruat në megafon pra. Dhe paguhen jo nga ju, por nga taksat e shqiptarve. E ky është krim dhe nuk e themi ne. E thot raporti i OSB Odirit. Tani në përfundim. A kishte ndonjë në gjithë të farë zgjedhore? A kishte ndonjë të ndëshkuar? A kishte ndonjë zyrtar të lartë apo çdo niveli që të mbante përgjegjësi? A kishte ndonjë ndërhyrje policore kundër kësaj? Jo. Policia, Skap Dumani ishin të gjithë kundër opozitës. Të gjithë, sepse edhe ato kishin një mision, rrëmbimin e votës, siç u përdorën të gjitha, krimi, burimet shtetërore dhe gjitha, të gjitha, po ndëshkimi jo. Ndëshkimi është vetëm për ato që akuzon dhe ngre dorën dhe drejton gishtin drejt atyre shkaktarëve. OSB Odiri e thot edhe gjë tjetër për ju. Thot që mungon vullneti plot për një reformë të thellë. Pse? Sepse narkosi kërkon farsën, zbaton farsën. Kjo pra është një akuzë shumë e rëndë që ju vjen jo nga Partia Demokratike, por ju vjen nga OSB Odiri. Për sa i përket klimës politike të vitit zgjedhor, drejtësi selektive, goditje politike, zgjedhjet u zhvilluan në tensione të skajshme. Opozita ka protestuar vazhdimisht për kapjen e shtetit dhe për korrupsionin tuaj. Lideri i opozitës kaloi pjesën më të madhe në arrest. Ish presidenti Meta u arrestua si të ishte killer serial. Pa provë, pa fakt, pa vendim. Me këto akte, prokuroria dhe policia u perceptuan botërisht tek çdo qytetar si instrumenta politike në duart tuaj dhe jo në duart e ligjit. Para thoni këtu, me një klim të tillë pa drejtësi e selektuar, a mund të ketë zgjedhje të lira gjikundi? A mund të ketë zgjedhje të ndeshme? Pra, mesazhi i fundit i raportit thotë se Shqipëri nuk pati zgjedhje në kushte të barabartë. Çfarë do thotë kjo? Asgjësim zgjedhjesh. Asgjësim zgjedhjesh. Atëherë, të dashur kolegë, nëse sot pra nuk reagohet ndaj farsës, nuk do të ketë më në këtë vend as zgjedhje, as demokraci, as pluralizëm. Madje narkosi në ecurinë e tij po kërcënon që s'do të ketë as Shqipëri. Po, as Shqipëri. Shqipëria ka rrëshqitur për herë të parë në këto 35 vite drejt modelit të partisë shtet. E thot raporti OSB Odirit, jo ne. Detyra jonë nuk është thjesht ta denoncojmë. Detyra jonë është që ta ndryshojmë këtë realitet dhe ne do bëjmë çdo gjë. Sepse ky raport do të gjykohet, ky raport do analizohet. Ky raport nuk është kundër Shqipërisë, jo. Jo, ky raport është kundër narkosit në pushtet. Ky raport është për demokracisë shqiptare, për drejtat e qytetarëve dhe ky raport shumë shpejt do ta gjej vendin e tij, pavarësisht se ju nuk dënjoni as ta dini, nuk dënjoni as ta lexoni, nuk dënjoni as ta deshifroni. Por mos harroni, atëherë kur ju duket se jeni të fortë,
atëherë po ju vjen kalbja dhe po ju vjen ngordhja politike. Zoti Igli Asani, keni fjalën, të përgatitet zoti Ivi Kaso. Faleminderit zonja nënkryetare, të nderuar kolegë deputet, sot diskutojmë një dokument që është bërë referencë për cilësinë e proceseve tona zgjedhore, raportin përfundimtar të SBE-Dirit për zgjedhjet në Shqipëri. Ky raport është pasqyrë e pjekurisë sonë demokratike, e progresit ndër vite dhe detyrimeve që kemi si shtet, institucione dhe klasë politike. Ai na lejon të identifikojmë sfidat dhe të vlerësojmë arritjet tona. Prej 3 dekadash, OSBE-Diri ka monitoruar zgjedhjet në vend, duke evidentuar vazhdimisht si